Se ke plaki që me në të për të jerë. Punoni mirë, respektoni. Paska familjar, për shumë. Që ti se, e të bajrami që është me kohën, për që të tash, i të konë me kohë për në lërë. Që i se më hi pari. Në përkatu me kohën hala shumë. Mirë, jo? Që pone edhe që ne më shku, po bloku të nga ka erë dhe ti ka loqa, Njena, Brahim. Hallå. Të kom shkru pra, jom në vorrim ande kërës në Bajrami një që të në pej e që ma dorëm. First class being mixed. Okay. Vllazën, lejoni në emrin të familjes të gjithëve t'ju falenderojmë që keni marrë pjesë. Zoti ju shpërblet, Zoti ju pagun. Kërkojmë për gjithëve mirë kuptim edhe respekt. Tani Baci Vesel e ka përgatit një fjalim rasti për Bacin Rustem, malësorin e Rrugovës. Të nderuar pjesëmarrës. Hajde djem, hajde vazhdoni. Për vjetë, jo.
Hadi gelin, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Amin. Hajde vllazën gjithë luteni për shpirtin e Bacit Rustem. Bismillahirrahmanirrahim. Gjithë hamdi, falënderimet dhe lavdia e plot i takon të madhit Allah fuqi plot. Shumë selam dhe salate i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. I lartësuar dhe i madhruar qoftë Allahu fuqi plot, i cili në Kur'anin fisnik thot: çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, pastaj të gjithë ne do të kthehemi tek Zoti dhe krijuesi ynë. O fuqi plot i gjithdijshëm, i gjithmëshirshëm, mëshirplot, të lutemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në këtë muaj të mëshirës më faljes, që shpirtin e Bacit Rustem, o Zot të lutemi, shpirtin e ti pranoj në mesin e shpirtave të mire të bardhë, bëjë banor në mesin e banorëve të xhennetit, ja falë gjunat e ti, gjunat tona dhe gjunat e prindërve tonë. O Allah të lutemi, shpërbleja mundin dhe kulturën. Këto e kemi dërmën të në herë, që ka në lëshme? Inshallah që ka vjetë. Se ke plak i gjëven të të përtëje. Bacës Rustem Bajram Nikshi, me dhe joni që në emet ansam një burgova,
Në emrin tim të falenderoj gjithë juve që jeni këtu përmes dhe aty në qesion këtu, e përmes telegrameve dhe rrjetave sociale mbi 10.000 që bën ngushlime dërguara ansamblit dhe familjes. Falenderojmë komunitetin artistik shqiptar, shoqatat si Motra, ansamblet nga të gjitha truhet shqiptare, institucionet lokale dhe qendrore, kryetarët komunës Pejë, drejtoratit për kulturë Pejë, Ministrisë së Kulturës, Institutit Albano-Belgjik, institucioneve të trashëgimisë kulturore Pejë, Prishtinë, Tiranë, gjithë bashkëvendasve të Rrugovës dhe antarëve të ansamblit Rrugova që ngushëlluan duke kujtuar veprimtarinë artistike të bazës Rostem Bajramnikshi. Emër që për ma shumë se 6 dekada u bë sinonim i shpirtit krenarisë dhe traditës rrugovase. Me jatagan e pushk në dorë, të rrallë shihet. Çdo hapi ti ishte histori, çdo lëvizje ishte dëshmia një kulture të lashtë që jeton ndër breza në këto anë. Ai nuk ishte thjesht valltar, ishte i mishrim i traditës, trashëgim nga daja i vet Ramelezi, po dhe burrave të tjerë themeltarë të ansamblit Rrugova. Me lahut, duke kënduar eposin heroike legjendare të kresnikëve, i gjallroi trimat dhe herojt e këtij vendi, që me shekuj mbijetuan në këto troje, këndoj për luftën e tyre, mbi të gjitha rujtjen e vlerave të trashëgimisë shpirtërore të gjysheve dhe së gjysheve tonë. Kontributi i tij nuk ishte vetëm artistik, por edhe edukativ e adhetor. Ai frymëzoi breza të tërë që ta duan, ta ruajnë dhe ta trashëgojnë folklorin burimor rrugovas. Ishte shembull i fistikrisë, bujarisë dhe burnisë. Familje kjo e bën Rostem dhe qerë dhe talentëve dhe artistëve popullor si vllazit Roma, Majvjetri, pastaj Sadiku i cili rrini deri nga golen në prezantimin e trashëgimisë tonë të lashtë rrugovase. Vllau Isa, por edhe gjenerata të reja që djali Syla, djali vllaut Nazmia, Beka, Gania, Bajrami e tjerë. Zeri ti nuk ishte vetëm këngë, ishte dhe amanet. Sot, ansambli u vëfrua me ikjen e tij, por njëkohësisht mbetet krenar që e pati në zilën e vet. Krenar për veprën që la pas, për shembull që tregoi se si duhet adhreu, si duhet kçyer dhe si duhet kënduar, por mbi të gjitha si duhet ruajtur trashëgimia kulturore e vyer e etnoregjionit të Rrugovës. Ai do të mbetet për herë në kujtesën e pashtyeshme të Rrugovave, të ansamblit Rrugova, të miqve dhe shokëve. Emri i tij do të jetoj sa herë të jehoj dahuta, sa herë të hidhet vallja rrugovase, sa herë të kujtohen me kënari rrënjët tona. U preft në paqë, lavdi jetës dhe veprës e tij. Të gjenneteve, o Zot të lutemi, bëje varin e ti bashkë prej bashkëve të gjennetit. O Allah të lutemi, ja bën të letë natën e varit, sonte do të pyetet prej dy me legjve kush është Zoti. Le të thotë Zoti im është Allahu, pejgamberi është Muhammedi a.s. Feja ime është feja islame. O Zot në dhrat mira në këtë botë në botën tjetër në mbroj nga zjarri i xhenemit. O Allah të lutemi, gjithneve në këtë vend të dashurve tonë, në mbyll jetën tonë në qetësi, me iman dhe faqe të bardhë, le të jenë fjalët e fundit për gjithneve në këtë botë. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Vllazën nderuar, me lejonit të gjithëve edhe një herë në emër të familjes, ju falenderoj me faqen e bardhë. I thot gjitha Baci Vesel, por dua ta them edhe unë një fjalë, për shkak se shumë herën Hamam Xhami jam falë me Bacin Rustem. Edhe xhamiave tona, edhe odave tona, edhe të pameve tona, edhe dasmave tona, edhe gjithë dobimeve tona po i mungohen malsort me shallin e Rrugovës. Baci Rustem o konë prej atyne pak malsorve në vitet e fundit që e ka zbukuru çdo kund ambientin me shallin e një malsori
me shallin e një azgani, me shallin e një tribi, me shallin e një guximtari. Prandaj edhe njerë prej lusë të gjithve, prej loqkës zemrës po kërkoj prej juve, që të lutemi që shpirti i ti qofti gjennetit. Thuni amin. Amen. Ju njoftojmë se pamja do t'jetë 2 ditë, nesër dhe pas nesër, prej orës 8 me mëngjes deri në ora 12 të restorani të Baci. E pashit faqen e bardhë. Bacës Rustem Bajram Nikshi, me lejoni që në emër të ansamblit Rrugova, në emrin tim të falenderoj gjithë juve që jeni këtu përmes dhe atyne që shon këtu, e përmes telegrameve dhe rrjetave sociale mbi 10.000 që bën ngushtime dërguara ansamblit dhe familjes. Falenderojmë komunitetin artistik shqiptar, shoqatat si Motra, ansamblet nga të gjitha truhet shqiptare, institucionet lokale dhe qendrore, kryetarët komunës Pejë, drejtoratit për kulturë Pejë, Ministrisë së Kulturës, Institutit Albano-Belgjik, institucioneve të trashëgimisë kulturore Pejë, Prishtinë, Tiranë, gjithë bashkëvendasve të Rrugovës dhe anëtarëve të ansamblit Rrugova që ngushëlluan duke kujtuar veprimtarinë artistike të bacës Rustem Bajram Nikshi. Emër që për ma shumë se 6 dekada u bë sinonim i shpirtit krenarisë dhe traditës Rrugovase. Me jatagan e pushk në dorë, të rrallë shihet. Çdo hapi ti ishte histori, çdo lëvizje ishte dëshmia një kulture të lashtë që jeton ndër breza në këto anë. Ai nuk ishte thjesht valltar, ishte i mishrim i traditës, tashëgim nga daja i vet Ramelezi, po dhe burrave të tjerë themeltarë të ansamblit Rrugova. Me lahut, duke kënduar eposin heroike legjendare të kësnikëve, i gjallroi trimat dhe herojt e këtij vendi, që me shekuj mbijetuan në këto troje, këndoi për luftën e tyre, mbi të gjitha rujtjen e vlerave të trashëgimisë shpirtërore të gjysheve dhe së gjysheve tonë. Kontributi i tij nuk ishte vetëm artistik, por edhe edukativ e adhetor. Ai frymëzoi breza të tërë që ta duan, ta ruajnë dhe ta trashëgojnë folklorin burimor rrugovas. Ishte shembull i fistikrisë, bujarisë dhe burnisë. Familje kjo e Bajram Rustem dhe qerdhe e talentëve dhe artistëve popullor si vllazit Roma, më i vjetri, pastaj Sadiku i cili rrini deri nga golen në prezantimin e trashëgimisë tonë të lashtë rrugovase. Vllau Isa, por edhe gjeneratat e reja që djali Syla, djali vllaut Nasmia, Beka, Gania, Bajrami e tjerë. Zeri i tij nuk ishte vetëm këngë, ishte dhe amanet. Sot, ansambli u vëfrua me ikjen e tij, por njëkohësisht mbetet krenar që e pati në zilën e vet. Krenar për veprën që la pas, për shembull që tregoi se si duhet ta vleu, si duhet kthyer dhe si duhet kënduar, por mbi të gjitha si duhet ruajtur trashëgimia kulturore e vyer e etnoregjionit të Rrugovës. Ai do të mbetet për herë në kujtesën e pashtyeshme të Rrugovasve, të ansamblit Rrugova, të miqve dhe shokëve. Emri i tij do të jetojë sa herë të jepoj dahuta, sa herë të hidhet vallja rrugovase, sa herë të kujtohen me kënari rrënjët tona. U preft në paqë nga vi jetës dhe veprës e tij. Ahmet Pas, hajde një djem, hajde vazhdo.